u ndalëm tek tundimi I Jezusit, edhe vum re që një nga ose disa nga fushat që djalli neve na tundon ishte ushqimi, pra qenia jonë, mirëqenia jonë, gjithashtu ai na tundonte edhe në pasuri. Dhe në fund ai tha ftonte gjithashtu që të përulej përpara djallit. Ndërkohë sot neve do të ndalemi edhe tek Mateu kapitulli 4, por gjithashtu do ta hapni edhe tek Luka. Po gjithashtu kapitulli 4 më duket. Dhe më re, menjëherë pas tundimit që Jezusi u përball, Jezusi filloi shërbesën e tij. Tek Mateu neve mësojmë që ai zgjodhi dishepujt e vet. Lexojmë nga vargu 12 tek Mateu. Jezusi mbasi dëgjoi se Gjonin e kishin burgosur, u tërhoq në Galile. Pastaj la Nazaretin dhe erdhi të banojë në Kapernaum, qytet bregdetar në kufijtë e Zabulonit dhe Neftalit, që të përmbushit që ishte thënë nëpërmjet profetit Esaia kur tha: toka Zabulonit dhe toka Neftalit mbi bregun e detit Lahina përtej Jordanit, Galileja e paganëve, populli që rrinte në errësirë ka parë një dritë të madhe dhe për mbi ata që rrinin në krahinë dhe në jetën e vdekjes që lindi drita. Që nga ajo kohë Jezusi filloi të predikojë të thotë: pendohuni sepse mbretëria e qejve është afër. Duke ecur gjatë bregut të detit të Galiles, Jezusi pa dy vëllezër, Simonin të quajtur Pjetër dhe Andrean, vëllain e tij, të cilët po hidhnin rrjetat në det, sepse ishin peshkatarë. Dhe u tha atyre: ejani pas meje, dhe do t'ju bëj peshkatar njerëzish. Dhe ata I lanë menjëherë rrjetat dhe ndoqën. Dhe duke vazhduar rrugën pa dy vëllezër të tjerë, Jakobin, birin e Zebedeut dhe Gjonin, vëllain e tij në bark, bashkë me Zebedeun, adin e tyre duke ndrequr rrjetat e tyre dhe I thirrin. Dhe ata I lanë menjëherë barkën dhe ati tyre lanë menjëherë barkën dhe atin e tyre dhe I shkuan pas. Dhe Jezusi shkonte kudo në përgjith Galile duke mësuar në sinagogat e tyre, duke predikuar ungjillin e mbretërisë dhe duke shëruar çdo sëmundje dhe çdo lëngat në popull. Dhe fama e tij u përhap. Tu tek pjesa e parë që neve sapo lexuam, Jezusi thret 4 dishepujt e parë dhe vëmë re diçka që na vihet në dukje edhe për ne sot, është fakti që ai kur na thret Perëndia, ne duhet lëm gjithçka. Vini re si çfarë ndodhi me Simonin dhe vëllain e tij, gjithashtu me Jakobin dhe Gjonin, kur Jezusi I tha atyre: ejani dhe më ndiq, ata nuk thanë prisni pak, prit pak sa të rregulloj rrjetën, ja prit sa të kap sa peshk, mas dite kur të kthehem do të ndjek. Shpesh herë neve gjendemi përballë situatave të tilla kur neve përpiqemi ose na bëhet e ditur, na bëhet kërkesa, na bëhet thirrja, çfarë duhet të zgjedhim. Shpesh herë neve themi prit pak, prit sa të rregulloj këtë, prit sa të rregulloj familjen, prit se kam djalin smur, prit se kam është e pamundur, e kështu me radhë. Shpesh herë neve shqetësohemi kaq shumë për anën fizike, duke e ditur që neve vet nuk e kemi, fatkeqësisht nuk e kemi gjatë, jemi të përkohshëm të kjo jetë. Pse luftojmë kaq shumë kur neve e dim që e kemi kohën të limituar? E ndërkohë që Perëndia na thot luftoni për përjetësinë, sepse ajo është e rëndësishme, prandaj dhe ne duhet fokusohemi më shumë tek jeta jonë
e përjetshme, tek jeta jonë shpirtërore. Nëse e kujtohet herën e kaluar Jezusit ju tha, theje gurin në bukë që të mund të hash, edhe Jezusi tha, është shkruar tha që njeriu nuk jeton vetëm nga buka, por nga çdo fjalë që vjen nga Perëndia. Ne shpeshherë pra e harrojmë vendin, i vendosim rëndësinë asaj që nuk është e rëndësishme, edhe i heqim rëndësinë të rëndësishme. Dhe pikërisht për këtë Jezusi na thret vëmendje ku ne duhet të qëndrojmë. Ndërkohë që tek Luka ne lexojmë pikërisht këtë pjesë dhe mas të ndimit të Jezusit ndodhi tek vargu 14 që zyrtarisht po prezantojnë pra fillimin e shërbesës së Zotit. Dhe Jezusi, kapitulli 4 te Luka tani. Dhe Jezusi në fuqinë e frymës u kthye në Galile dhe fama e tij u përhap në mbar krainën përreth. Dhe ai mësonte në sinagogat e tyre, i nderuar nga të gjithë. Dhe erdhi në Nazaret ku ishte rritur dhe siç e kishte zakon ditën e Shabatit, hyri në sinagogë dhe u ngrit për të lexuar. I dhan librin e profetit Isaia, hapi dhe gjeti vendin ku ishte shkruar: Fryma e Zotit është mbi mua, sepse ai më vajosi për të ungjillëzuar të varfrit, ai më dërgoi për të shuruar ata që kanë zemrën e thyrë, për të shpallur çlirimin e të burgosur dhe kthimin e të parë të verbërve, për të dërguar për të kthimin e të parit të verbërve dhe për të dërguar në liri të shtypurit dhe për të predikuar vitin e pranueshëm të Zotit. Pastaj si e mbylli librin dhe i tha shërbyesit ul dhe syt të gjithëve në sinagogë u drejtuan mbi të. Atëherë ai nisi të thotë: Sot ky shkrim u përmbush në veshët tu. Ishte pikërisht kur Jezusi e prezantoi veten e tij me këto fjalë. Atë neve lexuam tek Mateu që tek toka e Zabulonit do të vinte një dritë që ku kishin qenë errësirë për një kohë shumë të gjatë. Tani ata janë në dritë. Dhe mësojmë që Jezusi pra ndërsa filloi shërbesën e tij, ai gjithashtu filloi të zgjidhte edhe dishepujt e vet. Diçka që neve besoj që duhet të mësojmë nga këto vargje edhe nga fillimi i shërbesës së Jezusit është pikërisht kjo, kur neve thirremi për të qenë në mbretërinë e Zotit, ne duhet kemi parasysh pikërisht këtë gjë. Ne duhet jemi aq të zgjuar, do ta mësoj më vonë që Jezusi i thotë dishepujve të vet, jeni të zgjuar, jeni të pasur por si pëllumbi, jeni të zgjuar si gjarpri dhe të pastër si pëllumbi. Pra, neve duhet kemi atë lloj zgjuarësie, atë lloj mençurie, atë lloj maturie që ne të zgjedhim kur dhe të kuptojmë kur na thret Perëndia. Gjithë secili prej nesh është i shqetësuar për jetën e vet toksore. Edhe punojmë kaq shumë, kaq fort, shqetësohemi kaq shumë, lodhemi kaq shumë, të merrsisht dhe në fund të ditës neve e dim që jemi të përkohshëm. Por harrojmë që të shqetësohemi për jetën tonë shpirtërore. Imagjinoni neve themi, po çka ka kjo jetë e vështirë, e lodhshme, nuk durohet, nuk shtyhet më jeta kështu. Imagjinoni pa Perëndin ku ne do të shkojmë. Të shtyhet jeta në ferr, përjetësie. Kur neve kemi mundësinë dhe privilegjin që Perëndia po na thret gjithë secilit prej nesh, edhe duke na kërkuar me insistim që ne të ndjekim Perëndin. Jemi këtu pikërisht në këto momente që neve mësuam që Zoti Jezus filloi shërbesën e tij. Gjithë secilit prej nesh është bërë thirrje shumë vite më përpara. Eja, hajde bashko me ne në adhurim një të diel.
Ai se po shkoj t'i bëj qefin këtij, ai se po bëj këtë, se për respekt, për herën e parë fare flasim, kur nuk e dinim ose nuk e njinim Zotin. Por në vazhdim, kur vjen edhe e njeh Zotin shumë mirë, ti e din që pikërisht pra për këtë gjë, ti e din që për çfarë vjen dhe çfarë ke zgjedhur të bësh. Por është gjithmonë ajo thirrja e parë, përpjekja e parë që gjithë secili prej nesh duhet të bëj me njerëzit që njohim. Eja dhe më ndiq, eja dhe ndiq Jezus. Le mos ta harrojmë këtë fakt, e ndërsa neve do përpiqemi që të kemi një jetë të perëndishme me Perëndin. Mirë, Zoti ju bekoft, edhe Zoti ju dhënë të maturi dhe zgjuarsi që gjithmonë të kemi veshin për të dëgjuar dhe për të kuptuar thirrjen që vjen nga Perëndia që na thot eja dhe më ndiq.